Jos Marku shfaqet në një ring boksi pas shpullës ndaj Gjestit, rrethohet me shokët e tij, ja çfarë po ndodh. Pas incidentit të bushur të Big Brother VIP Albania, ku Jozi goditi Gjestin duke dalë nga shtëpia Big Brother, ai duket se ka bërë 2 paraqitje publike që kanë tërhequr vëmendje të madhe pas kësaj. Fillimisht Jozi u shfaq në një mbrëmje festive krahas miqve të tij, duke kënduar e festuar, teksa së fundmi ai është parë për herë të parë në një dalje publike, e këtë herë në një ndeshje boksi në Tiranë. I rrethuar nga një grup miq, Jozi ka tërhequr menjëherë vëmendjen e të pranishmëve në event, duke u komentuar gjerësisht për prezencën e tij pas ngjarjeve të fundit. Ai madje ka përshëndetur dhe fansat, duke mos u tërhequr as pak nga Gjesti që bëri bujë në rrjetet sociale. Jozi duket se nuk I ka marrë për krahas kërcënimet e shumta që të mos dalë në Tiranë, teksa duket se ai lëviz me shokët e tij nëpër rrugët e Tiranës. Komentet e fansave janë të ndara, për një pjesë e madhe e tyre nuk e kanë pritur as pak mirë këtë gjest, duke konsideruar të pavend veçanërisht në këtë moment ku figura e këngëtarit ndodhet në një vëzhgim publik. Jozi është një ndër emrat me të përfolur të këtyre ditëve, teksa pas incidentit ai është përjashtuar nga një shoqëri tjetër. Bëhet fjalë për ish-banorët e Big Brother VIP Divani Kuq, të cilët ishin dhe aleatët e Jozit në lojë, që të gjithë kanë dalë për herë të dytë madje në një darkë të shtruar nga Gertat, teksa duket se Jozit nuk I kanë dërguar një ftesë. Në të njëjtën kohë që shihej me shoqërinë e tij në Tiranë, po në të njëjtën kohë banorët e divanit të Kuq janë argëtuar e kanë kaluar një mbrëmje të bukur, por mesazhi ishte I qartë se ata janë distancuar nga veprimet e Jozit, por edhe Jozi, të cilët duket se nuk kanë pranuar ta kenë në mesin e tyre.